أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا لا نحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ويقوله أيضا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدق الله العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله مقبول ومقبول كدت جريمة edhe inshallah Allahu dhul xhelal na shpërblen me të mirat e tija, ndërsa ditët e pakta që kanë ngelen inshallah kalojnë mirë dhe mbar. Ne në ligjëratën e parnatshme kemi shpjeguar edhe ishmi në rrjedh të asaj se për toubën, magfiretin dhe faljen e Allahu dhul xhelal dhe raporti i njerëzve apo udhëzimet e Kur'anit Kerimit dhe sunetit të Rasulullahit alayhi salatu wasalam se njeriu i cili shpreh dëshirë që të rikthehet edhe njëherë në binarët dhe rahmetin e Allahut dhul xhelal ka mekanizma dhe formë, ka rrugë të cilët duhet të ndjekën që njeriu mbas asaj që të vendos të gjon kanalet dhe burime se si kthehet te dini i Allahut xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu. Ideja ishte se nuk ka njeri në këtë sipërfaqe të tokës që nuk kanë shmëkatar, duke nisur nga ajetet dhe hadithet të cilat domethënë e vërtetonin atë që po themi. Pastaj na thamë se mëkatet ndahen në grupe dhe kategori. Ka mëkate të cilat janë të mëdhaja, el-kebair, edhe janë të njohura në terminologjinë e Kuranit dhe Sunetit të Rasulullahit alayhis salam. Ka mëkate të mesme dhe të vogla. Kjo ishte një ndarje. Një ndarje tjetër është se mëkatet edhe gjunohet ndahen në hukukullah, mëkatet që bëhen kundrejt madhërisë së Allahut dhul xhelal dhe drejta e tij ekskluzive, dhe ka mëkatet që bëhen kundrejt qenjes njerëzore. Edhe tham se kjo ndarje e fundit, mëkatet që dahen, domethënë si hakët të Allahut dhe të njerëzve, tham që Allahu dhul xhelal hakin e tij ekskluziv ka mundësi me fal. Ekziston mundësia, kurkush s'ka dhënë garancë që ai e fal, por kurkush nuk ka thonë që ai kategorik edhe nuk e fal. Do të thotë ajo është alternativa në dorë të Allahut dhul xhelal. Ndërsa hakët e njerëzve nuk i fal në asnjë mënyrë, absolut, edhe këtë duhet muslimanët ta shtojnë kujdesin dhe ta hekin nga vetja shpresën edhe bindjen se Allahu i fal edhe hakat e njerëzve. Allahu nuk i fal. Edhe tham që Aisha radhiyallahu ta'ala anha një hadith të cilin e përcjell nga Rasulullah alayhi salatu wasalam, ku thotë se Allahu dhul xhelali ka 3 regjistra. Njëri është ku janë hakat e tij. Se ka gajle Allah që lëshanë më dashtë e falë, më dashtë e falë është puna e ti. Një regjistër është ku janë hakat e njerëzve, nuk e falë në asnjë formë, dhe një regjistër është ku janë shirki dhe kufri, edhe atë nuk e falë Allahu dhul xhelal. Pastaj këtë ndarje, do të thonë ndalin nga kjo, varësisht do të thotë se njerëzit çfarë qëndrimi marrin kur e vendosin me bën teube. Themi një kategori, grup njerëzish ose individa në këtë jetë e vendosin të bëjnë toben në një moment të saktuar, Allahu dhul xhelal ua ban nasib, ua mundson toben. Por ata Rasulullah alayhis salam e ka lutur Allahun që të na mundson edhe toben në këtë jetë. Domethënë për këtë gabimeve edhe shkeljeve të rënda të ligjeve, duhet të lutet Allahu dhul xhelal vazhdimisht që në jetë në një moment të saktuar të na mundson që ne të bëjmë tobe. Ta mundson toben do të thotë ta ndriçon mendjen, shpirtin edhe zemrën për ta verifikuar veprimtarinë tënde dhe për të ardhur në përfundim se ti je njeri i cili vepron, punon dhe komunikon jashtë vullnetit dhe dëshirës së Allahut dhul xhelal. Këtë për me e pan duhet me ta dhënë Allahu këtë dhunti, se ka njerëz që kanë shkuar në dalalet në këtë jetë. Edhe sado që i folim ne njerëzit për rreth, familjarët, plaki, gruaja, vllau, hoxha, nuk ftillohet asesi. Shkaku është se Allahu dhul xhelal nuk ja mundson të themi toben e cila e ban atë që vetë ta shef vetën se nuk është në rregull. Pra prej kulturës paraprake është
që njerëzit duke e ditën statusin e tyre se janë mëkatar, detyrimisht janë mëkatar, dhe se mëkati dhe njeriu janë një brum i përzir, një hibrid, që së në ndarë njeriu prej mëkateve, edhe asë mëkatin prej njeriu nuk mund me ndarë. Ato funksionojnë paralel. Edhe kjo thash është vërtetuar me Kur'an. Problemi është se njerëzit me gjitha te duhet të bindën një ditë prej ditëve se janë qenje të cilët kanë gabuar tepër dhe kanë nevojë të rikthehen te Allahu Dhul Xhelal. Për këtë moment duhet me lut Allahu Dhul Xhelal gjatë jetës vazhdimisht që ai një ditë prej ditëve të na mundëson që ne të ndalemi dhe të kërkojmë rrugën e toubës dhe faljes së mëkateve. Pra njerëzit kur e vendosin të bojnë toube edhe e bojnë atë akt në mënyrë praktike, pastaj nga ai moment këta ndahen në grupe, 4 grupe. Njerëzit që bojnë toube te Allahu Dhul Xhelal, nga ai moment e andej ndahen në 4 grupe, në varësisht nga qëndrimi, vendimi dhe niyeti që e kanë pas në atë moment, varësisht nga vetdia për të kaluarën e tij dhe në varësisht sa kanë qenë të vendosur të mbeten pastaj në atë rrugë. Për arsye se nga kategoritë do të shihni se njerëzit që bojnë toube rikthehen edhe një herë në dalalet. Dikush mas një muajve, dikush mas një viti, dikush më vonë, dikush nuk kthehet më në mëkate. Këto janë kategoritë të cilët do t'i paraqesim sonte. Aqsamul ibad fi dawamil toube. Kategoritë e njerëzve në vazhdimsinë e toubës, mas se të bojnë toube. Grupi i parë është taibun yastaqimu ala taubatihi ila akhir umrihi. Grupi i parë është dhe më i lavdëruar grup njerëzit të cilët pendohen te Allahu Dhul Xhelal, bojnë toube për mëkatet dhe gabimet, dhe pastaj qëndrojnë besnik në fjalën e dhënë dhe petimin që ja kanë dhënë Allahu Dhul Xhelal, se ne nga ky moment nuk do të rikthehemi në traditës, shprehit, zakonet dhe haramat që i kemi bëhen në të kaluarën, pa marrë parasysh se ishin të vogla, mes nga të mëdhoja. Edhe këto njerëz i qëndrojnë besnik betimit që ja kanë dhënë Allahu Dhul Xhelal për të reaktivizuar edhe një herë në din të Allahu Dhul Xhelal dhe me qëllim që të jenë në binarat e Koranit dhe Sunetit të Rasullullah alayhis salam. Këto e çojnë jetën tempo. Këto i përmbushin farzët, vajxhipët, sunetet, shmangën prej haramave të mëdha, të dyshimta edhe mekruha. Edhe këto janë kategori njerëzish të lavdruar dhe të dashur te Allahu Dhul Xhelal. Edhe Allahu në varësisht nga niyeti që e kanë paraqit kundrejt Allahu Dhul Xhelal i mbështet në rrugën e hidajetit, edhe mëkatet u afal. Gjithsesi, kjo është premtimi i Allahut Dhul Xhelal. Grupi i dytë është taibun qad salaka tariqa al-istiqama fi ummahati taati wa kaba'ir al-fawahish. Grupi tjetër më nën këtë më poshtë një shkallë është njerëz të cilët ja kanë dhënë Allahut betimin dhe premtimin, edhe mundohen ta mbajnë në instancat e larta ose ato që janë elementare në Islam. Do thotë këto kur kanë bën toube, nga toubja e andej nuk shlojnë penë në farze, nuk i lën farzët dhe nuk bojnë harame të mëdhoja, por nga ky nivel pak më poshtë e përlin punën e tyre. Mund të bashkangjitet në jetë diçka nga pa dëshira, nga pa kujdesi. Edhe se herë kur ju ndodh një gabim, nga mas toubja bëhen pishman dhe pendohen, e qortojnë vetveten dhe e morin në përgjithësi. Thjesht i thot vetvetes ti i ke dhënë Zotit besë se nuk gabon. Pse po e ban këtë gabim më bat? Edhe tanë jetën e kalojnë duke gabuar nga pak dhe duke e qortuar për një herë vetveten. E ndalin. Nuk i lën vetes rast që të shkojnë krejtësisht. Kjo është kategoria e dytë për të cilët Allahu në Kur'an ka thonën alladhina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish. Njerëzit të cilët shmangën prej harameve të mëdha, të shumtuara dhe i mbahen korrekt farzave të Allahut Dhul Xhelal dhe obligimeve të tjera që janë madhore në dinin e Allahut Dhul Xhelal, illa al-lamam. Fjala al-lamam është në përjashtim të mëkateve të përditshme dhe të zakonshme, prej të cilëve njeriu nuk mund edhe të shmangët. Kjo është kategoria e dytë dhe janë të dashur te Allahu Dhul Xhelal edhe kjo kategori. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Allahu ka mëshirën e gjerë dhe të madhe për ti eliminuan mas toubës, të cilën e përkrah farzin edhe haramat nuk i mban, edhe i ban do gabime të përditshme të zakonshme, Allahu i fal ata nga ai momenti kur ti ke bën toubë.
E treta është një tube muddetën thumë të glibuhu shahwatuhu fi ba'di dhunum. Kjo është kategoria veç më e ultmo, të cilët bojnë tobe për një kohë të caktuar në jetë. Sot bën tobe dhe e çon të themi një vit. I qëndron besnik Allahut në farze, në ibadete edhe në harame dhe punë tjera. Mas një kohë të caktuar, relative shkurt, fillon të rikthehet dhe mundin mëkatet. Ai megjithatë ende qëndron në rrugën e tobës dhe betimit ndaj Allahut dhul xhelal. Mirë po probabiliteti i mbetet themi 50-50 ose e mund e keqja 60-40. Do të thonë ka shluhen shumë nga ai moment kur i ka thonë Allahut se unë baj tobe dhe jam pishman për të kaluar dhe haramat që i kam bën. Edhe e ka çuar te një kohë të caktuar, pastaj ka filluar të dobësohet si rezultati shumë faktoreve të ndryshëm. Edhe tu dobësuan, ai nuk hek dorë nga tobja, nuk hek dorë nga praktika, por megjithatë ka gjunahe, mëkate, harame të cilat e përlin dhe ja mundin përqindjen e pastërtisë së tobës së atij.